Përshëndetje miq të Radio Travel, po dëgjojmë sërish në një tjetër episod të Happy Feet. Restoranti nën ujë në Norvegji. Një nga projektet më të veçanta turistike në Europë quhet Under, restoranti I parë nën ujë në kontinent. I vendosur në brigjet jugore të Norvegjisë, restoranti ndodhet disa metra poshtë nivelit të detit. Vizitorët ulen për të ngrënë, ndërsa përballë tyre shfaqet pamja e botës në ujore përmes një dritare të madhe panoramike. Peshqi dhe krijesat e tjera detare kalojnë pranë duke e kthyer darkën në një përvojë të rradhë. Ndërtesa është projektuar për t'i bërë ballë dallgëve të forta dhe motit të ashpër të zonës. Menuja përqendrohet kryesisht në produkte deti dhe kuzhinë lokale nordike, që nga hapja Under është kthyer në një nga destinacionet më të kërkuara për turistët që kërkojnë eksperjenca unike. Shkretëtiraq kthehet në pasqyrë gjigante në Bolivi. Një nga fenomenet më të rralla natyrore në botë ndodhet në Salar de Uyuni, shkretëtyrën më të madhe të kripës në planet. Pas rreshjeve të shiut, sipërfaqja e saj mbulohet me një shtresë të hollë ujë dhe kthehet në një pasqyrë gjigande që reflekton qiellin. Pamja krijon iluzionin sikur toka dhe qielli bashkohen, duke tërhequr mijëra turistë dhe fotograf nga e gjithë bota. Fenomeni zgjat zakonisht disa javë në varësi të sasisë së rreshjeve. Salar de Uyuni shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë se 10.000 km2 dhe konsiderohet një nga destinacionet më spektakolare në Amerikën e Jugut. Autoritetet vendase e promovojnë këtë mrekulli natyror si një nga atraksionet më të veçanta turistike në botë. Një nga bibliotekat më të bukura në botë ndodhet në Dublin. Në zemër të Dublinit gjendet The Long Room Library, një nga bibliotekat më të famshme dhe më të bukura në botë. E njohur për raftet e saj të larta prej druri dhe mijëra librave të vjetër me kopertina të errta. Ajo të jep ndjesinë sikur e kthyer pas në kohë. Biblioteka është pjesë e Trinity College dhe ruan mbi 200.000 libra të rrallë dhe dorëshkrime historike. Harku I gjatë I tavanit dhe statuet e vendosura përgjatë sallës e bëjnë ambientin edhe më madhështor. Çdo vit mijëra turistë dhe studiues nga e gjithë bota vizitojnë këtë hapësirë unike, e cila konsiderohet një thesar kulturor I Irlandës dhe një simbol I dijes dhe I historisë. Qyteti më I ftohtë I banuar në botë, ku temperaturat shkojnë deri në -60°C. Në lindje të Siberisë ndodhet Oymyakon, I konsideruar si vendbanimi më I ftohtë I përhershëm në botë. Temperaturat në këtë zonë të largët të Rusisë mund të zbresin deri në -60°C gjatë dimrit. Banorët përballen me kushte ekstreme ku makinat lihen shpesh ndezur për të mos ngrirë motorët, ndërsa uji mund të kthehet në akull brenda pak minutash. Ndërsa shkollat mbyllen vetëm kur temperaturat bien në -50°C. Pavarësisht të ftohtit ekstrem, rreth 500 banor jetojnë aty gjatë gjithë vitit, duke u përshtatur me klimën e ashpër. Oymyakon është kthyer në një destinacion unik për aventurierët dhe turistët që duan të përjetojnë temperaturat më të ulta në planet. Hoteli që rindërtohet çdo vit nga bora dhe akulli në Suedi. Në veri të Suedisë ndodhet Ice Hotel, një hotel unik që ndërtohet çdo dimër plotësisht nga bora dhe akulli. Çdo vit artistë dhe arkitektë nga e gjithë bota bashkëpunojnë për të krijuar dhoma me dizajne të ndryshme të skalitura në akull. Temperaturat brenda hotelit qëndron në 0 gradë, ndërsa mysafirët flenë në shtretër prej akulli, të mbuluar me lëkurë dreri dhe çanta termike për ngrohje. Në pranverë hoteli shkrihet gradualisht dhe kthehet në ujë për të rindërtuar sërish në sezonin e ardhshëm. Ice Hotel është kthyer në një nga atraksionet turistike më të posaçëkonta në Europë, duke tërhequr vizitorë që kërkojnë një eksperiencë të rrallë dimërore. Dhe me këtë lajm kaq të bukur, ne kemi ardhur edhe për ditën e sotme në fund të Happy Feet, por ne do të dëgjohemi si çdo ditë tashmë vetëm në Radio Travel.